Kjo është rruga të cilën mësuesja e fshatit Izvor përshkruan çdo mëngjes për të vajtur në punën e saj. Distanca nga banesa deri tek rruga asfaltuar ku ajo zbret për të marrë autobusin është 300 metra. Por rruga, siç e shihni, është rrethuar nga një bimësi e dendur, çka i ka krijuar mjaft mundësi agresorit për të realizuar në mënyrë perfekte planin e tij. Xhevair Dema ka qëndruar i fshehur për një kohë të gjatë në këtë shteg. Sapo ka ndeshur me sy vajzën, duke zbritur e vetme, i është hedhur nga pas. Në orën 7:15 minuta, unë po shkoja për në punë si zakonisht. Në momentin që unë po kaloja pikërisht këtë rrugë, ndjej hapat e dikujt që po vinin drejt meje. Pasi kthej kokën lart, shikoj një person i cili mbante thikën në dorë dhe me një vrap të shpejtë ai arrin edhe më kap mua prej flokësh. Në ato moment unë kam ulëritur, por nuk më ka dëgjuar njëri. Xhevairit, djali i cili gjërmonte prej kohësh gjaun e tij, i janë dashur vetëm 2 minuta për ta tërhequr atë forcërisht drejt vendit ku dhe dielli mezite përton. Duke më kapur ashtu prej flokësh dhe duke më tërhequr zvarr, më drejtoj në drejtim të atyre shkurreve ku aty gjenden një pyll shumë i dendur dhe që nuk lëviz dot. Është tepër e vështirë për të lëvizur. Ai vazhdoi të më kalonte te ky shtegu këtu që është shumë e vështirë për të kaluar, duke vazhduar të më tërheqë akoma edhe më poshtë, të më fshinte, më plas një moment kokën për tokë. Ku në atë moment unë rash pa ndjenja dhe për disa çaste nuk e di se çka bër me mua. Një herë më vendosi dhe shkelmi në fyt, një moment që unë nuk e harroj dot. Pastaj më të vijoj të më tërhiqte zvarr akoma, që nuk dija se ç'do të bëja, nuk mendoja se mund të shpëtoja gjë. Tashmë rrjedha e një dite të zakonshme që nis me synimin për të shkuar në punë, ndryshoi tërësisht. Mësuesja e fshatit Izvor, vetëm pak minuta larg shtëpisë së saj në Memaliaj, do të ndeshet me agresorin duke u përpjekur t'i shpëtojë qëllimit të tij të ulët dhe kërcënimit se prej andej do të ikte vetëm i vdekur. Gjatë këtyre orëve të tmerit, vajza nuk shpresonte më se do t'i ikte e shpëtuar prej duarve të personit që po përpiqej ta mbante peng. Më mirë të vdisja se sa të bija në duart e atij, këtë gjë e ka menduar gjithmonë që nga momenti që ai më kapi dhe derisa më solli këtu. Nuk mendoja se do të shpëtoja, të më vriste ishte gjëja më e mirë, po mendoja më të keqen, gjërat e tjera. Është një tmerr i vërtet, kur e kujtoj, më dridhen gjunjët edhe në këto momente nuk dua ta shikoj më këtë vend me sy. Pas më shumë se 6 orësh në nënkërcënim, vajza tenton të shpëtojë nga kthetrat e rrëmbyesit. Në momentin që unë po përlesha me të për ta shmangur dhe për mos ta lejuar që të bënte një gjë të tillë, më ka prerë edhe tek se ku jemi. Jeni shqetësuar për të ardhmen e vajzës suaj? Po si jemi shqetësuar? Nuk është gjë e paktë. Një mëngjes i zakonshëm pune u kthye në ditën më të vështirë të jetës së një vajze. Tani thot se ëndrat e saj janë shkatruar, teksa sjell në mendje minutat e tmerrit.